Njerë së dashur qëtë video po ja u postoj me zemër, do më thonë edhe me shpirë që më ju të regue çfarë ndodh nëse dëgjojmë Kur'an para gjumit. Dobit e dëgjimit të Kur'anit para gjumit janë qetësimi i sistemit nervor. Dëgjimi i Kur'anit në mënyrë të ngadalt dhe të qetë ndikon në uljen e ritmit të zemrës dhe të frymarrjes, gjë që ndihmon trupin të kalojë në gjendje relaks. Numër 2. Ulje e ankthit dhe stresit. Studimet kanë treguar se dëgjimi i recitimit të Kuranit ndihmon në uljen e nivelit të kortizolit, hormoni i stresit, domethënë, duke sjellë ndjesi paqeje dhe rehati emocionale. Numër 3. Përmirësimi i cilësisë së gjumit. Një studim i publikuar në disa revista shkencore tregon se ndëgjimi i Kuranit para gjumit përmirëson ndjeshëm cilësinë e gjumit tek personat me pagjumësi, duke i ndihmuar të bien në gjumë më shpejt dhe të flejnë më thellë. Numër 4. Ndikimi në aktivitetin e trurit. Recitimi i ritmit të Kuranit është treguar të ketë ndikim pozitiv në valët alfa të trurit, të cilët lidhen me qetësinë mendore dhe përqendrimin. Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e Allahut të Madhëruar. Prandaj ti që ndëgjon Kur'an para se me flet, ndëgjo vëlla ose motër e dashur, sepse ndashe me pas gjumin e rahatshëm e me pas relaksi në trupin tuaj, atëherë ndëgjoje Kur'anin, sepse është libër i zbritur nga Allahu i Madhëruar. E po ashtu, sidomos për ata që kanë ankth, stres e depresion, është, domethënë, ilaçi më i mirë. I ruaj Zoti prej çdo të keqe.